Ne autonomi presim edhe de jure, cilën e ka pranu Kurti. Ai të pas shef çto, jo unë të pas shef, unë se ju jeni të apo vetes shefin. Jeni të rrajt popullin. Çu do rrajt Albin Kurti. 13 vjet në veri, zoti Krstiçvish tregoi diçka. Qytetarët e Veriut janë shliru prej bandave kriminale serbe në veri. Janë shliru. Tash janë të i besu institucionet... Po ka qenë marrëveshje me ega të banda kriminale. Sa e dy shefë të partisë ndërkombëtare. Edhe ne. Po mirë të shumë. Zotri Korn. Apo mos thoni që s'ka autonomi. Ne ato pralla që s'ka autonomi. Ajo ka filluar të implementuar. Çka do me ato? Është vërtet që qytetarët janë më të lirë nga bandat kriminale të cilat i kanë kërcënuar vazhdimisht qytetarët e Veriut, mos më i pranu institucionet. Vërtetja është ku e ka themelu ato bandat kriminale, kush e ka organizu mbrojtjen civile, kush e ka organizu atë ashtu quajtur, vetë quajtur, brigadën veriore, lista serbe. Flasim për rendin edhe ligjit, sa pjeshtarë të listës serbe janë arrestuar nga shtetit jonë. Kush e ka armatosur serb në veriu e vendit? Kush e ka leju serbt me kon i armatosur? Që do me thonë. Ky është kontekst për vitit 2099 që është krijuar. E marrëveshjat e Brykselit, e planit franko-gjermane. Apo kthy rendi dhe ligji shtetëror i Republikës Kosovës në veri. Kjo është pjesa e marrëveshjes. Edhe Beogradi do të bëjë këtë deri fund. Edhe ajo është. Edhe kjo është e mirë për Kosovë. Edhe për secili Albania ka me po pjesën e vetme. Qose ekziston